Rreth 13% e të rinjve në mbar botën janë të papunë dhe situata e tyre nuk ka gjasa të përmirësohet për 4 vjet, thot një raport i Organizatës Ndërkombëtare të Punës. Të përkthyer në shifra, llogaritën rreth 75 milion të papunë të moshës 15 deri në 24 vjeç. Raporti thotë gjithashtu se shumë njerëz të aftë janë të detyruar të punojnë part-time dhe në punë jo të kualifikuara. Raporti paralajmëron se më shumë se 6 milion të tjerë janë të zhgënjur dhe se kanë hequr dorë nga kërkimi për punë. Organizata Ndërkombëtare e Punës kërkon në këtë raport që qeveritë ta kthejnë në prioritet krijimin e vendeve të reja të punës. Po ashtu në raportin e ILO-s thuhet se janë të nevojshme më shumë skema trajnuese si dhe shkurtimi taksave për punonjësit, që prej 2007-s numri të rinjve të papunë është rritur me nga 4 milion. Po ashtu raporti thotë se 1 në 5 të rinj po kërkojnë për punë. 27.9% e të rinjve ishin të papunë në Afrikën e Veriut. Në lindjen e mesme shifra qëndrojnë në 26.5%. Edhe në Azinë Lindore, ndoshta rajoni me ekonomi më dinamike, papunësia tek të rinjt është 2.8 herë më e lartë sesa tek të rriturit, thot raporti. Organizata Ndërkombëtare e Punës thotë se panorama e papunësisë tek të rinjt është gjithnjë më shumë pesimiste.